pse Zoti priti 6 ditë për ta krijuar universin. I dha pesh kohës, jo që nuk ishte mundësi dhe aftësi që këtë ta bënte për një ditë. S'është me rëndësi sa ishte e gjatë ajo dita dhe pse pushoi në ditën e 7 të tjera. Por me rëndësi është që Zoti i Madhreshëm për gjithçka ka urtësi dhe për ne e ka bërë që të kuptojmë se gjërat e mira mund të shkojnë ngadalë. Se në synimet e tua do të mos e presësh rezultatin me njëherë, pra do të punosh edhe të nesër. Sepse kjo çështje lidhet me rëndësinë dhe peshën e kohës. Ajo që për ne pra nuk arrihet e tëra nuk lihet e tëra. Ajo që nuk mund të arrihet e tëra sot nuk bën të mos bëhet një pjesë sot. Kësaj pra ne mësojmë se ky univers kaq i kompletuar me këto planete dhe këto yje që notojnë e nuk ndeshen ndërmjet vete, që në rregullat e tyre ta quaj të trafikut, shenjat din t'i respektojnë dhe asnjëherë nuk ndeshen në semaforat e tyre, kushtimisht të themi, e të bëjnë aksidente e që jeta në kozmos të ishte e pamundshme e parealizueshme. Ky kozmos kaq preciz i krijuar nga një krijues me atributet më të larta dhe emrat e tij më të bukur, është që Allahu pra ne na tregon se të gjitha këto që i përmendëm, pra koha, renditja, pritja, durimi, janë faktorë që ju duhet të mësoheni se për të arritur të suksesi dhe të e mira duhet të jenë kështu. Në fakt, ai shpërthimi i madh që njihet si Big Bangu, që ai ka ndodhur në një moment kur qiejt dhe toka ishin të gjitha së bashku dhe një moment ato ndanë. Ai moment pra i ndarjes së tyre ka mund të jetë edhe për gjitha raportet e tjera dhe krijesat e tjera, por urtësia e Zotit është që ka dashur që kësaj dhe kjo të ndodhë për kaq ditë. Dhe nëse thua e po pse për 6 e jo për 5, atëherë pyetjet e tilla nuk kanë të ndalur, sepse edhe po të ishte 5 do të thojë e pse jo për 4 ose pse jo për 6. Kjo kështu ka ndodhur me urtësinë e të lartëmadhërismit Zotit të botëve, Allahut.